kontestohet sovraniteti. Kjo është çështje. Nuk është çështje se kush është pronari, se pastaj po të hyjmë në ato gjëra aty është material pafund për prokurorinë. E kuptojmë çfarë thonë ne të thënë nga qeveria thonë. Ato mund të ndërtojnë. Edhe nëse aty del që ky i ka falsifikuar ato, pra pronar të ligjshëm që aty s'ka për mendimin tim, aty ishte tokë shtetërore sepse ka qenë moçal. Okej? Por e zëm që kontestohet nga dikush dhe del që është dikush tjetër pronar. Atëherë shteti do e rimbursoj atë pronarin e vërtet me çmimin e tregut. Pra shteti, pra kush? Ne do rimbursojmë, por ndërkohë këto kanë ndërtuar dhe kanë marrë gjithçka. Si mund të në dyshim e sipër, si mund të jepet drejt ndërtimit, si mund të rrethohet me tela me gjëmba, siç i kemi parë në vende që na qoft mi shikosh se kush e ka kalu komunizmin në vitet e rinisë, të adoleshencës, pakten me ato klonet famkeqe, apo me burgun e Spaçit, atë burgun famkeq ku kujtoj ato rjetat që ishin si ato që kishin vënë para 3 ditëve në Zvërnes. Në gjykimin tim ajo është tokë që në kohë të Zogut dhe para tij, ajo është tokë moçalore, shtetërore që nuk ka pasur përmirësi. Prandaj ato luajnë teatra, kalojnë nga njëri tek tjetri, bëjnë atë kamio kumulleshe, dajnë 3 pjesë tjerë, bëjnë atë lojën e atyre matrioshkave ruse, ëh? Pra, për te asaj që këtu është material e përsëris për prokurorinë, që tetoj me i gjithë legitimitetin apo jo të kësaj skenet pa bukur që kanë ndodhur aty. Me këtë përmësi të pa demonstruar që është përmësi. Ndërsa për tërheqjen zvarr të atij qytetarit shqiptar që tërhoqen zvarr, unë kam thënë dhe më parë, nuk është tërheqje zvarr nga një qytetar, nga një vakabon, nga një gangster që tërheq një shqiptar në drejtën e tij për të protestuar. Aty është regjimi, aty është si thua ajo shteti që tërheq zvarr një popull. Të imagjinojmë sigur aty mos kishte pas telekamerë. Pasi deklarata policisë nesër u bë me një herë, tha ai ka hyrë në rrethim, edhe prandaj ndodhi. Imagjinojmë se çka ka ndodhur me shqiptarët tanë, me adletarët tanë që nga Thethi deri në Rrjot. Aty ku s'ka pasur mbase telekamerë. Imagjinojmë çka ndodh në vende ku kanë qartësi që nuk ka telekamerë. Sigur mos kishte pasur telekamerë, nuk kishte ndodhur çado. Tash po mundohen që të shkreditojnë atë lëvizje rinore që është sot në Tiranë. Unë i pari deri sot nuk kam lëvizur nga vend që të shkoj atje për një arsye krejt të thjeshtë. Sepse nuk du që të mundësisht t'i shohim gjithë ato 20-30 vjeçar, me atë qiltërsi dhe pastërtinë e tyre të vazhdojnë të protestojnë. Dhe mos shohim ne si thua të brezit që po kalon. Për arsye se do duket sikur sikur kushdo o do të përfitoj diçka nga ato që mlidhen aty, ose do të manipuloj dikë aty. Pasi e shohim tendencën e manipulimit që u bë me autobuzet, që i nxorën sikur kanë ardhur ato gjithë në Gjakovento me tesha dimri, e kishin ardhur nga Greqia për të bërë manifestime në Tiranë. Imagjinojmë se çfarë trillimesh. Apo tash që dojmë ta shesim që këto i financon Greqia, sepse e din sensibilitetin ton. Okej? E din sensibilitetin ton. Na prekin aty ku ne na dhem. Edhe bëjnë qëllimisht sepse janë artista për këtë punë. Janë specialista. Okej? Janë specialista të manipulimeve dhe thonë që janë grekët tash që janë mbrapa, gjithë ato shtypi greke gjitha, janë gjitha trillime që kërkojnë ta skreditojnë këtë lëvizje të rinisë dhe uroj që këto të shkojnë deri në fund. Unë uroj me gjithë zemër, sepse është momenti që rinia të marrë në dorë të ardhmen e vendit tonë. Jo me njerëz që losin teatra, çojnë në mjes dhe ndajnë territorin. Pasi gjëja që na ka bërë ta kuptojmë përfundimisht që janë bukë e një milli të dy krahët, dhe s'duhet kemi iluzion për asnjërin krah, është fakti që u censurua gjithë ajo revolt që u bë në Zvërnes, u censurua nga gjithë kanalet televizive, bile dhe nga ato që janë të krahut tjetër, po kërkojnë që të tregojnë se si grekët po financojnë ato të rinj që kanë dalur në bulevardin e Tiranë për të protestuar jo ndaj një biznesi, por nga padrejtësive, sepse u ka arritur thika në kockë. Ato nuk durojnë më padrejtësi. Shqiptari nuk duron që të shitet territorit i tij.
Shqiptari nuk ka më besim të kjo klasë politike, ka që qartë, është e qartë kjo. Nuk e kuptojnë akoma këto. Nuk kanë besim fare, sepse e din që janë dakord. Bëjnë sikur gjatë ditës dhe binë dakord në darkë. Kanë emisarët e tyre, kanë ndërlidhësat. Ndërlidhësat shkojnë natën dhe shkëmbejnë pastaj mesazhet se si duhet të flasim nesër. Ndaj, unë dhe përsëris prapë, jam që Shqipëria të ketë investimet më prallore, pasi e dua pafundësisht. E dua deri në pikën e fundit tim të gjakut, e dua dhe unë tim në mënyrë sublime. Por jo ato që përfitojnë, jo ato që i shesin naften, jo ato që i shesin minjerat, jo ato që i shesin gjithë pasuritë kudo që kanë shqiptarët, jo ato që i shesin përmes PPK-ve, KQK-ve, i kapin gjitha përmes investitorëve strategjik të shpikur, përmes ndryshime ligjore për të mos pas përgjegjësi ligjore, ndryshojnë ligjet si dojnë vetë. Por një i bindur për diçka, dhe e them e bindur të plotë. Jam në dieni që shumë shpejt gjërat do ndryshojnë. Do ndryshojnë për mirë, ditë të bardha e presin atë dheun tonë. Një klasë e re politike do vi nga perëndimi dhe do e tragëtojë Shqipërinë më në fund drejt perëndimit. Jo me ato çoban që janë akoma sot, që kërkojnë të bëjnë një hap para dhe dy hapa mbrapa. Bota nuk të pranon me korrupsionin që shpërthen nga veshët. Bota nuk të pranon nëse ti nuk e don me të vërtet vendin tatë. Pasi nëse nuk je një shqiptar i mirë, nuk mund të jesh as një evropian i mirë. Një klasë e re politike të shkolluar në perëndim po vjen drejt Shqipërisë. Është çështje kohe. Shumë më pak kohë nga sa ne pandehim. Do vinë dhe do i dalin zot Shqipërisë. Ëndra ime është që këto adhetar të hapin një spirale pastaj diku që të japin mundësinë që të shkruajmë historinë e vërtetë edhe një herë të shqiptarëve për shqiptarët. Kjo është ëndra ime. Do bëhet realitet sepse jam i bindur. Ditë të bardha po vinë për Shqipërinë. Këto kanë prekur fundin. Kanë prekur fundin se e kanë demonstruar në mënyrë tashmë të shtër vërtetuar që janë buke një midhi, janë për të njëjtin qëllim, zhvatjen, grabitjen dhe shitjen e interesave kombëtare të shqiptarëve. Dhe kushdo që ka shitur në djeshmen, në të sotmen apo në të ardhmen interesat e kombit ton, do jap llogari para ligjit. Të jeni të bindur për këtë. Dhe përsëris prapë, çështje kohe, shumë më pak kohë se sa ne imagjinojmë. Ne